Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Sot në marrëdhënie ndjeni më të afërt me partnerin, por duhet të shmangni debatet e vogla që mund të lindin nga keqkuptime. Në punë, energjia juaj do të jetë në kulm dhe mund të arrini rezultate të mira nëse bashkëpunoni me të tjerët. Kujdesuni për shëndetin duke mos së tepruar me angazhimet, pasi lodhja mund t'ju zërë në befasi. Financat janë stabil, por shmangni shpenzimet e panevojshme sot. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Në dashuri, ndjeni të vlerësuar dhe keni mundësi të forconi lidhjen përmes një bisede të sinqertë. Në ambientin e punës do të keni disa sfida, por me qetësi dhe përkushtim do t'i kapërceni. Shëndeti juaj është i mirë, por mos e injoroni nevojën për pushim të mjaftueshëm. Financiarisht, është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Dita sjell surpriza të këndshme në marrëdhënie, sidomos për ata që janë beqar, pasi mund të njihni dikë interesant. Në punë, idetë tuaja kreative vlerësohen nga kolegët, ndaj mos hezitoni të shfaqni iniciativë. Mbani nën kontroll stresin duke bërë aktivitet fizik ose meditim. Situata financiare është e qëndrueshme, por mos rrezikoni me investime të paqarta. Gaforja. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Komunikimi me partnerin është i thellë dhe ju ndihmon të zgjidhni çështje të vjetra, ndërsa beqarët mund të ndihen më të tërhequr nga dikush i ri. Në punë, fokusohuni tek detajet, pasi një gabim i vogël mund të sjellë vonesa. Shëndeti kërkon vëmendje për shkak të lodhjes mendore, ndaj gjeni kohë për relaks. Financat mbeten stabil, por shmangni blerjet impulsive. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Dashuria merr ngjyra të reja sot dhe një surprizë nga partneri mund t'ju gëzojë ditën. Beqarët mund të marrin një ftesë të papritur. Në punë, një mundësi e re vjen nga bashkëpunimi me dikë me përvojë. Kujdesuni për shëndetin duke ruajtur një balans mes punës dhe kohës së lirë. Financat janë në rritje, por mos u nxitoni të shpenzoni. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në marrëdhënie mbizotëron harmonia, ndërsa një bisedë e sinqertë ndihmon në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të vogla. Në aspektin profesional, dita është e favorshme për të përfunduar detyra të rëndësishme, por shmangni konfliktet me kolegët. Shëndeti është i mirë, por ruani ushqimin e shëndetshëm dhe hidratimin. Financat janë të qëndrueshme, me mundësi të vogla përfitimi. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Ndjenjat janë të thella dhe një gjest i vogël romantik mund të përmirësojë raportin me partnerin, ndërsa beqarët tërheqin vëmendje. Në punë, ju paraqitet një detyrë e re që kërkon përkushtim dhe organizim të mirë. Kujdesuni për shpinën dhe muskujt, veçanërisht nëse kaloni shumë kohë ulur. Financiarisht, është koha të kurseni më shumë. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në dashuri, ndjeni të kuptuar dhe marrëdhënia juaj merr një kthes më të thellë emocionale. Beqarët mund të zgjidhin një dilemë të vjetër. Në punë, përparësitë tuaja ndryshojnë dhe duhet të përshtateni shpejt me situatat e reja. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje aktivitetit fizik. Financat përmirësohen ngadalë, ndaj tregohuni të duruar. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot, marrëdhëniet janë të qeta, por mos lejoni që rutina të ndikojë në pasionin tuaj. Surprizoni partnerin me diçka të vogël. Në punë, vlerësohet puna juaj e palodhur dhe mund të merrni një lajm pozitiv për një projekt afatgjat. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni gjumin cilësor. Financiarisht, është momenti i duhur për të planifikuar investime. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar.
Dashuria kërkon më shumë vëmendje, sidomos nëse keni lënë pas dore partnerin kohët e fundit. Beqarët mund të ndihen të pavendosur. Në punë jeni energjik dhe të gatshëm për të marrë përgjegjësi të reja. Shëndeti është i mirë, por shmangni stresin e tepërt përmes aktiviteteve relaksuese. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëni premtime të mëdha. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Sot ndjeni nevojën për më shumë intimitet në raportin tuaj, ndaj shprehni ndjenjat pa hezitim. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë interesant gjatë një aktiviteti social. Në punë, një bashkëpunim i ri ju sjell frymëzim dhe përfitime të mundshme. Kujdesuni për shëndetin mendor, duke ruajtur ekuilibrin mes detyrave dhe kohës për veten. Financat janë në përmirësim gradual. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në dashuri, një bisedë e hapur ndihmon në sqarimin e një keqkuptimi, ndërsa beqarët ndihen më optimist për të ardhmen. Në punë, përparoni ngadalë por sigurt, duke përfunduar me sukses çdo detyrë të lënë pezull. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Financiarisht, është një ditë e mirë për të analizuar shpenzimet dhe të kurseni.